Po për momentin ka shumë që ka ndodhë senet këqia që s'kisha mujt tash me veçu në këtë moment. Ka shumë gjana që kanë mujt me ndodhë këqia, po nështë ka ma shumë të mira. Burrat shumë që kanë thonë ata. Po, a që këtë më thonë ka problemi kryesor? Po, jo, për më bënë shaka, po atër, i në konë na... Pak na që shpeshojmë tash rinin tjetër jënë pak ma po mendoj shumë gjana i din ma tepër se na që kena ditë në atër na për para në ka duk që duhet edhe me digju e ma tepër me ndëgju se sa me vepru. E tash është e kundër, ta tash ma shumë veprojnë se ndëgjojnë ma tepër kanë krenarin e vetë, e që ajo duft me pas gjdo herë krenarin, se tash që e kemë duft edhe atër. Cila ka qenë gjëja më e fështirë për mja falë vetës? Mas fështirim ka arë që i kumbo mirë dikujt, po që se ka meritu, po prap i kumbo mirë. A e ki hajon zemër qatë person? Që ati brengosën dhe asaj, pse i kumbo mirë, por apeta pa tjetër i kumbo mirë. Shka t'ka shtyti mi bo mirë ati persone? Veç shkaku humanitar. Humanitar. Ata ka ditë në fund? Ndoshta edhe që s'ma ka ditë, unë e kom krya tani. Unë në jetë teme, çdo gjë që kom bo mirë, ju kom gëzuë. Edhe nëse kom pas me vujt, për një gjasendit të tjërë, of dasht me përbalu e me përjetu natyrshëm. Po të them se ka shumë sfida në jetë, njeri prej lindjes e deri në përfundim të kësaj bote ose kësaj jete, çdo herë ka. Mirë po, gjëja ma e mirë për shpirtin e njeriut edhe për paqen, është kur njeri mund të ja falë jo vetës, por çdo kuj rrethit, ambientit edhe kohës të ja falë edhe të bën durim. Ajo është baza kryesore e shpirtit njeriut. Nuk ja falë vetës, ka qenë kur që gjithmonë i kom po njerëzve mirë, nuk ma kanë kthyer asjell tash.